Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e qartë dhe konsistente në qëndrimet e saja. Në një demokraci parlamentare, dialogu, debati, pajtimet, mos pajtimet politike janë normale. Por çfarë nuk është normale në një demokraci parlamentare, liberale, evropiane, është shkelja e kushtetutës. Shkelja e kushtetutës nuk guxon të shndrohet në normë, në normalitet. Marrëveshjet politike mes partive politike, palëve të ndryshme, nuk i mbivendosën kushtetutës. Kushtetuta është mbi çdo parti, mbi çdo takim, mbi çdo lider. E kushtetuta kërkon nga ne të zgjedhurit e popullit që të konstituojmë kuvendin dhe të themelojmë institucionet.